koalicionin të cilin nuk mund të avem tash. Do pyetje të drejtë për drejta në 8 minutat e fundit të debatuesit sonte. Zonja Bajrami, subjekti politik i juaj, Lidhja Demokratike e Kosovës, a bën një koalicion qeveritar duke pas parasysh rrezikun e shkurtit të 2026-s me lëvizje me vendosje? A shpërlahet Albin Kurti nga fushata zgjedhore e kësaj fushate nëse hymë në një fushatë zgjedhore e para? E ki fjallën mas fushatës, mas zgjedhjeve të ardhshme nacionale. Po flasë. A e shpërlan Albin Kurtin fushata që nuk thët 5 një dit nuk nga zgjata as 5 orë? Nëse nuk ju qunë hajvana, a e shpërlan që kjo Albin Kurtin dhe a e bëni ju një koalicion me të? Qëre Ermal, diskutimet e tilla ende nuk kemi mbajtur në forumet partijake. Mendimi i Hikmet e Bajramit. Mendimin e Hikmet e Bajramit po ta jap këtu. Unë edhe ma herët e potencova që refuzimi i Lidhjes Demokratike për Albin Kurtin dhe lëvizjen vetëvendosje nuk ka të bëj në mënyrë specifike vetëm me gjuhën e tina. Nuk ka të bëj në mënyrë specifike. Albin Kurti e ka prish Kosovën me alat, Albin Kurti e ka ushqy mafinë energjetike, po e vjedh, do më thonë, po e lejon që vjedhet 24 orë në ditë, 7 ditë njaftë se cila familje e Republikës e Kosovës dhe po pasurohet një numëri caktume i kompanive tregtarëve të energjisë në krye me Noan dhe Vuk Hamovicin. Albin Kurti na ka fut në masa ndëshkuese të BE-s. Albin Kurti ka bërë që të ndërprehet dialogu i planifikuar strategjik me SBA-t. Albin Kurti gjatë 5 viteve nuk ka arritur që të shkel në shtëpinë e bardhë dhe tjera, do më thonë ka plët gjana. Albin Kurti i ka nënshkru 3.000 kontrata një burimore. Albin Kurti e ka marrë në mbrojtje se cilin person të korruptuar, se cilin person me akt akuzë të konfirmuar. Dhe unë konsideroj që ne, vijat e kuqe, duhet i qesim pikërisht në bi këto parime. Qeveria e ardhshme, koalicioni i ardhshëm i qeverisë Republikës e Kosovës. Nëse Albin Kurti i çdor nga këtu, a bëni ju koalicion? Duhet t'i ketë disa kushte dhe duhet t'i ketë disa parime. Mund të heqen vijat e kuqe, apo hendeqet si ka thënë Kujtim Shala në raport me vetëvendosjen? Më lejo të them kështu, që kryeministri i ardhshëm i Republikës e Kosovës dhe partitë që e përbëjnë koalicionin qeverisës duhet me u pajtu që në momentin kur një minister i tyre i koalicionit qeverisës hynë në nënhetime, ajtë të nesërmen me shku në shtëpi dhe me u zavencu prej një personi tjetër. Kjo është kostoja publike, politike, që na bartim kur jem persona publik. Unë e di që pafajësia si pas ligjit ekziston. Prezumimi pafajësisë. Prezumimi pafajësisë. Mirë, po nuk mund është ti me shku para ditën gjykate dhe pas dite me u kthyë dhe me vlerësu atje dokumenta, me shpërnda buxhete, me marrë vendime, me dhanë subvencione, gjana të tjera. Nëse të gjitha këto i përmbahet Albin Kurti, a ka një koalicion qeverisës me vetëvendosjen në zgjedhjet e ardhshme? Se çfarë do të ndodhë, do me thonë, sipas Hikmet e Bajramit. Sipas Hikmet e Bajramit, Albin Kurti nuk ndryshon, është i pandryshueshëm dhe Lidhja Demokratike e Kosovës duhet me bë përpjekje maksimale që me arrit një rezultat të mirë në zgjedhje dhe mandej me qenë partnere në një koalicion qeverisës i cili ka 80 numra që është në gjendje me zgjedhje dhe presidentën me një qeveri pa Albin Kurtin. Unë e besoj që largimi i Albin Kurtit, shkurja e ti në opozit është nderi maj madh që i bëhet vendit. Dhe mandej, është akt patriotik sipas jush? Absolutisht po. Absolutisht po. Marrëveshja e Brukselit dhe aneksi i Ohrit janë damet më të mëdha ndoshta kolosale politike që i ka shkaktuar Albin Kurti për të cilat ne flasim shumë pak. Punën e asociacionit